ma shumë të invitu këngëtarët, të invitu vallëtarët, të invitu edhe bisedat e njerëzve. Bile ma shumë t'i kom bo humor se jem marrë me këndim. Te këndimi kom marrë vllau im, Indjeri Murtezan Ferrati, me një talent jashtëzakonisht madh, me absolut vesh ka pas, fis harmonikist ka qenë. Të e po ato të ekzekutu në instrumenta dhe të këndu, më hini edhe mu Maraku, mirë po edhe asimtarët e mi, shkollat fillore që kanë qenë, edhe ata më kanë jetu që kom talent, janë mundu me mështinë në fillim në për programet shkollës, po kuptohet fillim kanë qenë ato marja, jo kjo, jo se më podal, jo këne mirë, po me ko kaloshin këtë gjitha. A ke pas si udhërëfys Murtezanin? Po, dhe thash e vlau. A ka qenë, edhe pse ka qenë i A ka qenë invalid vlau, ka qenë invalid, ka kry shkollën e ullë të muzikës në Shkup. Po muzikën e kishte me shumë gjyra? Po, a i ka pas një talent jashtëzakonisht madh, thash edhe ma herët, edhe në atë kohë të krysh shkollën e ullë të muzikës ka qenë dishka, se për thomë dishka, se ka kry në një fshat që e mi marrë këtë me dishka tjetër, a i ka shku atje ku kanë qenë gjithë verbrit, kanë pas punën e vetë kretë, po janë marrë dhe me çështje muzikore, kjo e ka kry. A ka qenë kritikusi joti madh? Fillime, po. Fillime, po, se a i ma shumë e ndëgjante, e nite, ma ndë i vreke ato gabimet ma shumë t'jaj. Na kemi kënu, do me thonë, vetë mësus, vetë autodidakt. U mënu vetë, unë me bon dishka, hajtë kënej. Mirë po, a i ka qenë udhërëfysi për me mësu ka e marra. A të mungon sëd? Kongën, melodin, vinë. A i mungon mu, i mungon shoqëris, po i mungon gjithë shqiptarisë. E ka njoftë edhe Kosova, Macedonia, kretë. Ka qenë një fis harmonikist, po edhe këngëtar, po ma shumë që kanë marrë për me rapsodet e vjetër. Hashim Shala, Augustin Nukaj, me ato i ka ra, kishë dëshirë, a i donë të Kosovën, jeton të me Kosovën, edhe gjithë shoqërinë ma shumë e ka pas të Kosovës e sa, ajo mu më ndihmoj se me shoqërinë e Kosovës që ishte, mu masollën edhe me losin e Kosovës në Pollok. Së në unë kom këndu fillim, kuptohet me ato këngë të kom pas të Pollogut, melodit e të vare, 2 zërshe, e kështohem. A të nëmbar me në cila ka qenë kënga e parë që ti e këndove? Se e tha që ma shumë ki emitu këngëtar, po cila ka qenë ajo e para? Ma shumë